Thuaj se një javë pasi doli në arrest shtëpie, biznesmeni Elban Abule u thërrit në SPAK. Për 3 orë e 30 minuta i përfshirë në dosjen e Erion Veliajt, u pyet nga prokurorët dhe oficerët e BKH-s. I shoqëruar me avokaten Romina Zano, biznesmeni u pyet mbi pika ku ai shfaqet në marrëdhëniet me kryebashkiakun e Tiranës, bashkëshorten e tij Ajola Xoxa dhe shoqërinë e tij Remetal, veprimtaria e kompanisë, transaksionet bankare dhe elementë të tjerë besohet të kenë qenë pjesë e dëshmisë. Burimet thanë se fillimisht shpjegime dha para argjentëve të BKH-s e më pas para prokurorit Ols Dado. Pas daljes nga SPAK, ai nuk dha asnjë koment për gazetarët. Elban Abule u lirua një javë më parë nga gjykata e posaçme e apelit në argumentin e rrethanave familjare. Prej 12 shkurtit, ai qëndronte në burgun 313 si pjesë e dosjes Veliajt Xoxa. Rezulton se ai ka udhëtuar disa herë me Erion Veliajin e po ashtu ka përfituar leje ndërtimi prej Bashkisë Tiranë. Sipas gjetjeve të SPAK, pasi ka marrë leje në zonën e kombinatit, Abule ka punësuar gruan e Veliajt, Ajola Xoxa, si konsulente financiare, por që ndërtimi nuk është kryer. Tashmë SPAK ka marrë në pyetje edhe policët që shoqëruan Erion Veliajin në 3 seancat e gjykatës së apelit, ku kryebashkiaku foli me telefonin e një prej tyre. Burimet thanë se efektivi që lejoi komunikimet deklaroi se ja dha aparatin për t'ju shmangur hakmarrje së mundshme nëse refuzonte.